Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 10 gjatë vitit cikli A. Leximin e parë lexon Giuliana Bazhelli. Psalmin Arlinda Lekaj. Leximin e dytë Emanuel Mates. Ndërsa Ungjillin dhe komentin e Ungjillit nga Dom Robert Jakaj. Hiri hyet qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Ozes profet. Le ta njohim, le ta ndjekim për njohjen e Zotit. E sigurt është si agimi ardhja e tij. Do të vi por si shiu për ne i përshtatshëm, si shiu i vjeshtës që lag tokën. Çka do të bëj për ty, o Efraim? Çka do të bëj për ty, o Jude? Rë mëngjesi është dashuria juaj, e kalon si vesa e mëngjesit. Këndej i latova me anët të profetëve, i vrava me fjalët të gojësime. Gjyqi im do të lindë si drita. Dashurin dua e jo flin. Njohjen e hyjit më shumë se holokaustet. Fjala e Zotit. Pranoje, o Zot, dhuratën e dashurisë sonë. Flet Zoti, hyj i hyjnive dhe e theret token, që ku lindi dielli e deri ku perëndon, nuk të qërtoj për flit e tua. Flit e shkrumbimit të tua i kam gjithherë parasysh. Pranoje, o Zot, dhuratën e dashurisë sonë. Po të kisha uri, ty nuk do të thoshja. Imi është ruzulli e gjithçka ai përmban. Pse? A thua unë e ha mish mzetrish e pi gjak cjepsh. Pranoje, o Zot, dhuratën e dashurisë sonë. Kushtoj hyjt fli falënderjeje, dhe zbatoja hyjt kushtet e tua. Me thirr në ditën e travajit. Une do të shpëtoj, e ti me jep lavdin. Pranoje, o Zot, dhuratën e dashurisë sonë. Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostoll drejtuar Romakëve. Vëllezër, Abrahami duke shpresuar kundër çdo shpresë, besoi se do të bëhet kështu ati i shumë popujve, sipas fjalës e tillë do të jetë pasardhësia jote. Dhe me fe të palekundshme, edhe pse afërsisht 100 vjeçar, nuk dyshoi në trupin e vet, pothuajse të vdekur, dhe në kraharorin e Sarës, edhe ai pothuajse i vdekur. Nuk dyshoi në premtimin e hyjut, por u forcua me anë të fesë, dhe i dha lavdi plotësisht i bindur se çka i premtoi hyji, ai edhe do ta çojë në vend. Ja pra, përse kjo gjë i u numrua për drejtësi. Por nuk ishte shkruar vetëm për të i u numrua, por se do të na numrohet edhe neve, të cilët besojmë në atë që e ngjallin nga të vdekurit Jezusin, Zotin ton, i cili u flijua për fajet tona dhe u ngjall për shfaqësimin ton. Fjala e Zotit. Alleluja. Zoti më dërgoi të kumtoj të vobekteve Ungjillin, tu shpall robërve çlirimin. Alleluja. Leximi i Ungjillit shaj sipas Mateut. Jezusi si shkoi prej andej, pa një njeri që quhej Matej. Ndenjur në dogan, Jezusi tha: "Eja pas meje." Ai u ngrit dhe shkoi pas tij. Dhe kur më vonë Jezusi ul në tryezë në shtëpi, ja se ja bëhen shumë ta gramlez, e mkatar, dhe ulën në tryezë bashkë me Jezusin e me nxënësit e tij. Farizejnë kur e panë këtë, i pyetën nxënësit e tij: "Pse mësuesi juaj ha bukë me ta gramlez e me mkatar?" Jezusi kur i dëgjoi u përgjigj: "Mjeku nuk u duhet të shëndoshve, por të smurve. Shkoni e mësoni çka do thot, me pëlqen mëshira e jo flia, sepse unë nuk erdha të ftoj të drejtët, por mëkatarët."
Vëllezër e motra të nderuar dëgjues të Radio Maris, Mateu Apostull në Ungjillin e tij flet për thirrjen që Jezusi i bëri. Jezusi si shkoi prej andej, pa një njeri që quhej Matej, ndenjur në dogan e i tha: "Eja mbas meje." Ai u ngrit e shkoi pas tij. Pra Mateu, vjeles i taksave i thirrur nga Jezusi, ngrihet dhe ndjek pas. Është shembull i atij që ndahet për çdo gjëje për të ndjekur Krishtin. Me një fjalë, Jezusi nuk përjashton askënd nga miqësia e tij dhe kumtimi i mirë i Ungjillit qëndron pikërisht në dhuratën e hirit të Zotit për mëkatarin. Shën Marku kushton hullësinë se babai i të thirrurit quhej Alfeu, ndërsa Shën Luka rrëfen se pas i la gjithçka për të ndjekur pas Jezusin, Mateu shtroi një gusti të madhe. Të dy këta ungjilltarët e quajnë Mateun edhe Levi, ashtu si Simoni që quhet edhe Pjetër, e Sauli quhet Paul. Emri i parë pra është Levi, ndërsa i dyti Matej, përdoret pas thirrjes nga Jezusi. Pas arshajve, Mateu shkroi Ungjillin në gjuhën aramaike. I shkruar në gjuhën aramaike që e kuptonin pak njerëz. Ungjilli i Mateut u bë libër për të gjithë, pasi më vonë u përkthye në gjuhën greke. Ndër 4 ungjillit, ky i Mateut është më i ploti dhe më mirë i sistemuar. Ungjilli i Mateut është i përqendruar në personin e Jezu Krishtit. Ai është Krishti, Mesia. Pra dëshmon mbi gjitha se Jezusi është Mesia që realizon premtimet e beslidhjes së vjetër dhe përmban 5 kumtime të rëndësishme të Krishtit mbi mbretërinë e hyjut. Pra Mateu ishte nga Kafarnaumi, qendër e rëndësishme, ku kalonin masa tregtash, nga të cilët mbledhte taksat. E pikërisht ky njeri, kaq i lidhur me botën e paras, në Ungjillin e tij do shkruante fjalët e Jezusit lumë të varfrit, ose kur jep lëmosh të mos di e majta çfarë bën e djathta, që lëmosha jote të jetë e fshehtë, dhe mos grumbulloni thesare mbi tokë, nuk mund t'i shërbet njëkohësisht edhe Zotit edhe pasurisë. Kërkoni me parë mbretërinë e Zotit, e gjithçka tjetër ka për t'ju dhënë si shtesë. Ky është pra mesazhi që na sjell Mateu si apostull e ungjilltar, një nga hebrejt që u bën dëshmitar e ngjalljes së Krishtit dhe i kumtuan botës se Jezusi i Nazaretit është Mesia i premtuar nga shkrimet e shenjta. Me fjalë tjera, poja jon ndaj Jezusit gjithmonë përfshin një jo. Një jo ndaj doganës, në thojza doganës son. Një jo ndaj vetmohimit. Një jo ndaj mbylljes në interesat tona egoiste. Thirrja e apostullit Matej, i cili na sjell ungjillin këtë të diele, është një mundësi për ne që të reflektojmë mbi thirrjen tonë. Mateu thekson 2 gjëra që shtyn të ndiqtë e Jezusit. E para është shikimi i Jezusit. Jezusi ndërsa kalonte pa Mateun. Mateu, si tham më parë, ishte një mbledhës taksash, pra tagrambledhës, si thot Ungjilli, bashkëpunëtor i pushtetit të asaj kohe. Njerëzit e kishin frikë, por nuk e donin, e urrenin dhe e përçmonin, e konsideronin të padenj, të përjashtuar nga barësia e popullit. Jezusi megjithatë sheh me thellë. Ai arrin të depërtoj në brendësi. Ai sheh në zemër. Kjo është arsyeja pse Mateu thekson pikërisht këtë, se Jezusi e pa atë. Dhe se e pa atë ndryshe nga të tjerët.
Jezusi pa në zemrën e Mateut një Matej të ndryshëm nga ai që Mateu ja paraqiti vetën popullit. Ai pa Mateun që mund të lindte gjithçka pas dhe ta ndiqte, duke ju dorëzuar dashurisë së tij që donte ta përfshinte në planin e pakuptueshëm të shërbimit që Zoti kishte për të, por edhe për çdo person tjetër. Ky ishte para së gjithash plani i Jezusit, dhe pastaj me të plani i të gjithë atyre që donin ta pranonin thirrjen e tij dhe ta ndiqnin. Mateu ishte njëri prej tyre. Gjëja tjetër e rëndësishme që nxiti dhe mundsoi të ndiqte Jezusin ishin fjalët e thirrjes së Jezusit, eja pas meje. Ato ishin aq të fuqishme për Mateun, saqë ai menjëherë u ngrit dhe ndoqi nga pas. Kjo ngrit dhe ndoqi ishte nga njëra anë poja e Mateut për Jezusin dhe thirrjen e tij. Në të njëjtën kohë, nga ana tjetër, joja e Mateut për jetën që kishte jetuar më parë, një jo për gjithçka që përfaqësonte dogana. Mateu e dinte se nuk ishte e mundur të ndiqte Jezusin dhe të vazhdonte të jetonte jetën e vjetër. Të ndjekësh Jezusin kërkon që dikush t'ia verte gjithë veten në dispozicion. Të ndjekësh Jezusin do të thotë të investosh veten dhe gjithçka që ke në thirrjen e Jezusit. Vetëm një investim i tillë mund ta ndryshonte dhe ta konvertonte Mateun. Vetëm kjo mund ta transformonte atë nga një shërtor të pushtetit romak dhe të interesave të tij egoiste në një shërtor të Krishtit dhe ungjillit të tij. Ky shërbim i ri i Mateut është rrënjësisht i ndryshëm nga i pari. I pari ishte një punë që së bashku me shqetësimet, vështirësitë dhe përpjekjet e përditshme i siguronte rroba të mira, një jetë të rehatshme të përditshme dhe një tryezë të plotë, por nuk i siguronte atë që është shumë më e rëndësishme, kënaqësinë e brendshme dhe gëzimin e vërtetë. Mateu, në dogan, ishte i pakënaqur me veten dhe jetën e tij. Jo vetëm që të tjerët e nënçmonin dhe urrenin, ai përkundrazi e nënçmonte dhe urrente edhe veten e tij. Kjo është arsyeja pse ai e pranon kaq lehtë dhe kaq shpejt thirrjen e shërbimit të dytë. Është një thirrje për të shërbyer Zotit me dashuri. Nuk i sjell Mateut pasuri materiale, në fakt ja heq atë, por jep gëzim të brendshëm dhe kënaqësi personale, afërsi dhe shikim miqësor të atyre që takon. I jep në fund të fundit përjetësinë me Zotin. Deri në takimin e tij me Jezusin, Mateu jeton të përfitime, për pare dhe për këtë jetë toksore, që nga takimi i tij me Jezusin, duke investuar veten dhe gjithçka që ka në përgjigje të thirrjes së tij, Mateu jeton për Jezusin, në të cilin njoh Krishtin, jeton për fqinjet e tij, jeton për përjetësinë. Mateu nuk bën përjashtim. Mateu është një figurë e secilit prej nesh. Atë që Jezusi bëri me Mateun, dëshiron ta bëj edhe me ne. Duke ecur në rrugët e jetës sonë, Jezusi vjen edhe për të na takuar. Ai na shikon dhe sheh thellësinë e qenies sonë. Ai sheh edhe padënsinë tonë. Ai e di se ashtu si Mateu, ne jemi njerëz të zakonshëm të kohës sonë, të ngarkuar me dobësitë dhe të metat tona, me kufizimet tona personale, por pikërisht përmes gjithë kësaj, Krishti arrinte të depërtoj në qenien tonë të brendshme, të zbuloj potencialin e vërtet, nevojen për të dashur dhe për të dashur, dhe mbi gjitha për të përmbushur si njerëz. Dhe kjo është arsyeja
pse ai sugjeron që ta ndjekim nga pas. Krishti nuk pret një përgjigje, por shkon me tej, pa shikuar prapa. Ai dëshiron që përgjigja jon të jetë krejtësisht e lirë, dëshiron të jetë radikale, në kuptimin që poja jon ndaj tij kërkon një jo për gjithçka tjetër që kundërshton atë. Një jo për doganën tonë në thonjza, një jo për të përkullur mbi vetën, mbi interesat tona egoiste, në mënyrë që thirrja e tij në jetën tonë të jetë parsore. Thirrja e tij është ta ndjekim Krishtin nga pas. Ai shkon i pari, para nesh dhe me ne. Ai dëshiron si në rastin e Mateut, ta bëj shtëpinë tonë shtëpinë e tij, tryezën tonë tryezën e tij, në mënyrë që në shtëpinë tonë dhe në tryezën tonë të ketë vend për të gjithë. Ai dëshiron të jetoj jetën tonë në mënyrë që ne të mund të jetojmë jetën e tij, dhe ashtu si Mateu të mos jemi marrë shërtor të interesave të kësaj bote dhe të nevojave tona, dhe të bëhemi shërtor dhe dëshmitar të dashurisë e tij për ata tek të cilët na dërgon. Dhe ai na dërgon tek të gjithë. Të nderuar dëgjues të Radio Maris, të dashur vëllezër e motra, ai vetë Krishti na dërgon gjithashtu tek shumë vëllezër dhe motra tona, të përkullur pas vetës dhe interesave të tyre në zyrat doganore në thonjza të kohës sonë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, patët mundësi të ndëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet të së dielës së 10 gjatë vitit cikli A. Me ju ishin Gjuliana Bazhelli, Arlinda Lekaj, Emanuel Matës, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Robert Jakaj. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.